Monitor dhe të Dhomës Amerikane që çdo vit ne organizojmë një konferencë me një temë të caktuar ekonomike. Këtë vit, si prag zgjedhor që është, nuk mund të shmangnim që të bënim një konferencë ku partitë politike të kishin mundësi që të paraqisnin përpara biznesit planet e tyre që kanë se si do ta zhvillojnë ekonominë në të ardhmen. Struktura ishte menduar e tillë që Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, si dy forcat politike më të mëdha në vend, do të kishin nga një hapësirë secila jo në njëjtën kohë, por njëra pas tjetrës, ku do të prezantonin planet e tyre, dhe në seancën e tjetër të tretë do të prezantonin partitë e vogla. Në fakt, në momentin e fundit, Partia Socialiste anulloi pjesëmarrjen në konferencë, duke thënë për shkak të angazhimeve të saj elektorale, pavarësisht se kishte konfirmuar që një muaj përpara. Megjithatë, ne vendosëm ta bënim konferencën sepse the show must go on dhe në fund të fundit është Partia Socialiste që po mbet mundësinë që të paraqes para bizneseve që janë bizneset më të mëdha në vend, shansin e saj për të paraqitur planet e saj për sistem fiskal apo për modelin e ri ekonomik në 4 vitet e ardhshme. Atëherë vazhdojmë me pjesën e dytë të panelit. Një zhvillim, Shqipëria ka pasur gjithmonë polin majt dhe djathtë, në një zhvillim pozitiv që unë shoh është lindja e partive të vogla. Normalisht janë një alternativë për ata persona që duan të kenë një zgjedhje tjetër apo duke sjellë një frym tjetër në politikë. Atëherë ftoj përfaqësuesit, zoti Agron Shejaj, kryetari i Partisë Mundësia, Mateo Spau nga Koalicioni Euroatlantik, Jani Marko nga përfaqësuesi i Lëvizjes Bashk, Eriselda Zoto nuk është, edhe Pana Soko nuk është. Okej, vazhdojmë me zoti Marka. E njëjta pyetje është për juve, cilat janë problemet kryesore që ju identifikoni për ekonominë shqiptare dhe si parashikon programi juaj që t'i zgjidhni atë? Së pari, faleminderit njëherë, përshëndetje të gjithëve dhe faleminderit për ftesën, edhe Dhomës Amerikane dhe revistës Monitor. E ftoj biznesit ju mbështes më shumë që t'jetë më open access revista juaj. Tani ne jemi një parti e re, vim nga një më tepër nga një dimension social këto 12 vite. Megjithatë në programin ton ka 4 shtylla dhe shtylla e parë nuk është aspektet sociale që ne kemi për zemër, por është ajo që ne quajmë shteti zhvillimor. Në anën tjetër, lexova materialin e prioriteteve strategjike të Dhomës Amerikane dhe nëse do ta kuantifikonin, besoj që masën 80% Lëvizja Bashk është në dakordsi me ato që ju propozoni. Në anën tjetër, Lëvizja Bashk ka pasur në këto vite një qëndrim shumë të fortë ndaj oligarkisë dhe me keqdashje besoj shpeshherë na portretizojnë për të na dëmtuar imazhin sikur ne jemi anti-biznesit. Kjo nuk është absolutisht e vërtet. Përkundërzi, oligarkia është një pengesë për zhvillimin dhe konkurrencën e lirë të biznesit në Shqipëri. Apo kur ne kemi protestuar, si thua, përpara dyrëve të fabrikave në 10 raste, nuk kemi protestuar atje që të mbyllet fabrika, përkundërzi, kemi protestuar për drejtat e punëtorëve që nënkupton edhe përmirësimi i ndërmarrjes së themit. Programi ka 170 kusur faqe, tani s'kemi kohë që të detajoj shumë çka, kështu që të gjithë të interesuarve ju ftoj që ta lexojnë, sepse ne idetë i marrim shumë seriozisht, edhe pse me garanci absolute nuk do jemi një qeverisje pas zgjedhjeve të majit. Ai program më tepër është një lloj vizioni se çfarë ne mendojmë se i duhet Shqipërisë në të ardhmen. Po kaloj tek pyetja konkrete, unë kam identifikuar 4 probleme ne në program që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik. E para është produktiviteti i ulët i ekonomisë, deindustrializimi dhe lloji dhe niveli i ulët i eksporteve. E dyta ka të bëjë me kapitalin njerëzor, pra me kualifikimin e fuqisë punëtore dhe me emigracionin që është një plagë e jashtëzakonshme që po ndodh sot. E treta ka të bëjë me konkurrencën e lirë në treg, me monopolet, oligopolet, me PPP-t dhe me ligjet të posaçme si ai investitorëve strategjik. Dhe pika e katërt është çështja e korrupsionit. Korrupsionin mendojmë që ka arrit nivele deri të kapjes së shtetit. Dhe për gjitha këto pika që i përmenda shumë shkurt, ne kemi propozime konkrete se çfarë
se çfarë duhet bërë. Natyrisht, përsa i përket produktivitetit për shembull, është fatkeqësi që Shqipëria është vend fundit, domethënë në rajon. Në botë kontrollova duhet jemi përsa i përket produktivitetit diçka nga vendi i 93, në raport me një punëtor të Bashkimit Evropian, produktiviteti mesatar i një punëtori në Shqipëri është sa 26% e një punëtori në Bashkimit Evropian. Kështu që ne duhet të nxisim ekonominë që të rrisë produktivitetin e saj, sidomos me produkte që nxisin rritjen e eksporteve me mallra cilësor dhe me një vlerë të shtuar dhe në ngjitjen e aty që quhen në zinxhirin global të vlerës. Tani si do ta bëjmë këtë? Natyrisht nga ne nuk do t'i dëgjoni që çdo gjë është e sheshtë, çdo gjë është e barabartë. Ne jemi, si thosh, vetmja forcë që edhe tek modeli i taksimit, që besoj do flasim më vonë, i qëndrojmë fort parimit progresiv. Kështu që ne duam të mbështesim përmes për shembull bujqësinë, përmes subvencioneve apo incentiva tjera fiskal për industri, që industri të lehtë kryesisht, apo industrinë përpunuese dhe nxjerrëse, që kanë një produktivitet, që synojnë një produktivitet lartë që sjellin një vlerë të shtuar në ekonomi. Dëgjova edhe nga pjesëmarrës të tjerë, e madje më duket se para një jave ka dalë edhe një ligj, nuk e kemi konsultuar në fakt për bankën zhvillimore, por ne propozojmë gjithashtu që duhet kemi një fond sovran në Shqipëri dhe gjithashtu që është marrë nga modeli norvegjez, që ka të bëjë kryesisht me burimet natyrore që nuk i përkasin vetëm brezit që jeton sot, por ne duhet të trashëgojmë diçka edhe për brezat e ardhshme. Për sa i përket kualifikimit fuqisë punëtore, unë vi nga bota universitare, u fol dhe në orën e parë, domethënë jemi në një krizë jashtëzakonshme. Nuk mund të shkoj në detaje këtu, por ne do bëjmë një reformë të thellë, nëse do e kishim mundësi në arsim. Jo vetëm duke rritur GDP domethënë buxhetin në raport me GDP që do shkonte në nivelin 4%, por mbi gjitha nëse shikojmë kërkimin shkencor në Shqipëri është në nivele mediokre dhe i pambështetur. Natyrisht ne nuk mund të konkurrojmë botën me kërkim shkencor, por ama për çështje specifike konkrete duhet një fokus shumë i madh tek kërkimi shkencor, tek inovacioni për të rritur gjithmonë produktivitetin në ekonomi. Çka të bëjmë me konkurrencën e lirë, ne do heqim ato që janë privilegjet që kanë favorizuar padrejtisht aleatët e qeverisë këto vitet e fundit. Edhe këtu kanë dëmtuar konkurrencën dhe dëmtuar barazinë në treg. Konkretisht ne do të rishikojmë gjitha këto ligjet e do të shfuqizojmë disa prej tyre si modelit të PPP-ve apo investitorët strategjik. Për ne nuk bën kuptim që sektori i turizmit të jetë në kuptimin e incentivave financiare sektor strategjik, por duhet të ishin sektorët produktiv. Bukurinë që natyra shqiptare ka si thua udhëruar, ajo është aty, nuk është në një, si thua, inovacion i dikujt që ka dëshirë për të bërë biznes. Duhet që të orientohet kapitali drejt sektorëve të tjerë të ekonomisë. Natyrisht dhe turizmi mbetet sektor i rëndësishëm, por jo në kuptimin më strategjiku. Dhe lufta ndaj korrupsionit, ne kemi një kapitull të tërë për shtetin e së drejtës në program. Këtu do përmend vetëm një pikë themelore për të mos marrë shumë kohë, se di që kemi kufizuar. Ne do të ngrejmë një agjenci të posaçme që do titullohet Agjencia Kombëtare për Integritet dhe Antikorrupsion. Ne nuk besojmë që është e drejtë që në një nivel kaq lart kapjes shtetit dhe një shtet kaq i korruptuar sa ky sotmi të lihet ndorë një ministrie për ta bërë këtë punë, kështu që duhet një agjenci e pavarur me shumë kompetenca në buxhet që të hartojë kuadre ligjore të caktuara për të luftuar dhe për mbi gjitha për të parandaluar korrupsionin. Se di usjata apo timin. Për zotin Sheh, zonit Marka, nëse doni të shtoni diçka lidhur me prioritet me filozofinë tuaj për sistemin e taksimit, me që zoti Spao dhe zoti Murizi e përmendë, dhe për ta mbyllur pastaj. Do të thotë cili po nëse doni. Nuk ka tjetër, nëse pyetja tjetër për modelin. Pyetja tjetër për modelin nuk konsumua pak a shumë, konsumuar. Kishim dërguar. Pyetën për modelin. Nëse doni të flisni. Tani, jo, unë do të them diçka që nuk mund mos ta them. Ma kur merrti ftesa për të ardhur këtu për të folur për biznesin, për ekonominë, është shumë i lumtur, të vërtetën. Dhe thash shoqëri do flasin për thelbin, do flasin për të ardhmen, do flasin se si e shohim Shqipërinë. Dhe u zgjidheva shumë, them vetëm u zgjidheva shumë sepse shoh që partitë e tjera, jo vetëm nuk ka ardhur numri 1, po s'ka ardhur as numri 2, as numri 3, po më fal pa hequr asgjë, flas zyrtarisht.
Nuk po numri 1 në kuptimin jo më i miri. Por s'kan ardhur, them, kaq pak e rëndësishme që nga ekonomia. Partitë e tjera zgjodhen, për shembull Jani është ai që ka bërë programin për E kuptoj, nuk ka. Mateo është ai që ka bërë programin për ekonominë. Zgjodhen të sillin ekspert. E kuptoj, unë këtë po them, unë bizidhen po flas. Nuk thash zgjodhen ata që menduan. Kur bëjmë pyetjen për modelin ekonomik, normal ne e dimë që qeveria nuk orienton bizneset ku të investojnë. Qeveria është ajo që krijon një sistem rregullator, një ambient, lufton korrupsionin, orienton sektorët që janë prioritar dhe krijon një ambient me rregullime të barabarta. Në këtë kuptim e kishim. Okay. Po, do doja që ti konsumoja shumë shkurt 2 pyetjet. Dhe një sqarim nuk është se unë jam hartuesi i gjithë programit, unë kam koordinuar, jo dakord që të sqaroj me audiencën, se ne na kanë mbështetur mbi 50 ekspertë fushave të ndryshme. Tani përsa i përket taksimit, si e gron? Jo, thjesht. Vazhdo fakt. Ne mendojmë që shteti në fakt nuk duhet as i vogël dhe as i madh, po duhet shteti dur. Nuk vim tek taksat me drejtë dhe ju tek pyetja e keni nxjerrë në parë që mblidhen rreth 27-28%, që natyrisht është vlera më e ulët në gjithë rajonin tonë dhe në Europë. Po jo vetëm ky problem, por është problemi dhe i strukturës taksave në vetvete. Ne shikojmë që për shembull nga TVSH-ja mblidhen 30%, ndërkohë që mesatarja e vendeve të OECD-s është më e ulët për TVSH-n. Po ashtu të ardhurat personale, që mblidhen në Shqipëri janë diçka 9%. Ndërkohë që edhe këtu mesatarja e vendeve të OECD-s mos gaboj është rreth 24%, edhe vendet e rajonit e kanë shumë më tepër. Kështu që edhe për të mbështetur shtetin social, pra pensionet, ndihmën ekonomike, arsimin, shëndetësinë, sportin e kështu me radhë, natyrisht që ne i qëndrojmë fort që buxheti i shtetit duhet rritet në raport me GDP-n, dhe duhet shkojë të paktën në 33%. Do të ishim populist, do thonim edhe 40, por nuk po e themi këtë. Tani çfarë propozojmë ne konkretisht është natyrisht lufta e informalitetit. Kjo lidhet me jo vetëm me mbledhjen e taksave, por edhe me shumë çka tjetër, si edhe kontributet e sigurimeve shoqërore. Gjithë e dimë që kriza e pensioneve është një krizë e jashtëzakonshme financiare, është një grop e madhe. Ju besoj ose ekspertët e dinë që sot paguajnë kontribute 1.17 punonjës për një pensionist. Kjo shifër në Europë sigur që është më e ulta, katastrofisht më e ulta, po besoj edhe në botë duhet jemi nga vendet e fundit. Pra duhet luftuar fort të informaliteti, duhet nxitur që të eliminohet të pagesat kesh sa më shumë që tjetë e mundur, pra duhet formalizuar ekonomia. Do të rishikohen me themel ato që janë përjashtimet tatimore që u përmendën edhe këtu nga materiali juaj. Për shembull do hiqet ky statusi special i hoteleve me 4 dhe 5 yje që paguajnë dhe TVSH të reduktuar. Ne do kemi TVSH të reduktuar vetëm për kategoritë posaçme sociale, siç janë pensionistët me të ardhurat të ulta apo ata që përfitojnë ndihmë ekonomike dhe me aftësi të kufizuar. Përsa e përket tatimit të ardhurave të punës, ne natyrisht i qëndrojmë tatimit progresiv. Madje e kemi me më tepër fasha nga sa ai është sot. Ne nisim nga 0, nga paga minimale që është propozojmë 60.000 lekë, dhe shkojmë një tatim marginal deri në 35% për pagat shumë të larta mbi 4.000 euro e sipër. Natyrisht, në terma të taksës efektive, për shumicën e punëmarrësve në Shqipëri do ketë një ulje të taksave. Tatimi dividendi duhet shkojë nga 6, duhet kthehet sërish në 15%, dhe përsa i përket tatimit të korporatave, ne edhe këtu nuk krijemi për tatimin e shesh të gjithë njësoj, ne duhet krijojmë si thuaç diferencime, për shembull për të incentivuar atë që ju e keni me rak konkurrencën me rajonin, ne do kemi edhe tatim nivel 3% për ato industri që sjellin teknologji të reja për shembull, apo teknologji informacioni, apo që rrisin produktivitetin dhe që na ngjisin lart në zinxhirin e vlerës. Por tatimi i zakonshëm do jetë në 3 nivele të tjera, 10, 15 dhe 20%, edhe në varësi të llojit sektorit. Për shembull, sektorët që ne i konsiderojmë spekulativ do taksohen më tepër se sektorët që janë më produktiv.
Gjitha këto do bëhen përmes fuqizimit të institucioneve, se ju mund të jeni si thua pesimist se si do luftohet informaliteti dhe evazioni në Shqipëri. Ne jemi një vend shumë i vogël, duhet të përfitojmë edhe nga avancimet teknologjike sot në botën digjitale. Nëse ka vullnet politik, këto gjëra mund të arrihet. Dhe dy fjalë shumë shkurt mbjes për modelin ekonomik, ne do mbështesim fuqishëm si janë sektorët, se unë pjesën e parë thash problematikët, bujqësia duhet mbështetur, u përmend dhe nga parafolësit, industria nxjerrëse dhe përpunuese, teknologjia, veçanërisht në informacion dhe në energji të rinovueshme, natyrisht edhe turizmi, por ai i qëndrueshëm që nuk shkon në dëm të mjedisit. Unë vi nga fusha e mjedisit vetë dhe e di shumë mirë që kostot mjedisore sot nuk merren në konsiderat në fat keq. Ne kemi qasjen që duhet përfshihen dhe të internalizohen të gjitha kostot mjedisore, nëse vërtet ky termi zhvillimi qëndrueshëm të mos jetë një fasadë dhe pjesëmarrja shoqëri aktive, po e shikoj që po ma mbyll, po derën biznesi, po jo dakord, si jemi kushtet barakorta, biznesi nëse ne na mendoni një ditë qeverisja e ka derën e hapur, por jo nga dera e pasme, përmes i ligjit posaçëm që rregullon marrëdhënien etike se si funksionon lobimi, grupet e interesit dhe kështu me radhë. Na lexoni programin atëherë, por nuk më duket e drejtë që me ne incitojmë çik. Partitë e tjera, do të thënë, është avantazh i madh ai. Po ja pra, taksë sheshtën ata domethënë gjithë. Po pra, koha e atyre shumë. Na jepni kohën e dur. Ai tash iku po. Faleminderit. Faleminderit dhe një herë të gjithë anëtarëve të dhomës të cilët u angazhuan për të dëgjuar, shpresoj që për të gjithë ka qenë një event shumë i vlefshëm edhe eksperiencë shumë e mirë për ne. Faleminderit.